Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammed alayhis salam. Kësaj radhe së bashku në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, afër iftarit, do të flasim rreth një ajeti kuranor, gjithsesi pra nga surja Bekare, ajeti 30, ku Allahu i Madhëshëm thot në Kur'an: Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Përkujto Muhammed kur Zoti i Madhërisëm u tha me lajkeve: unë po krijoj, po përcaktoj në tokë një zëvendës, khalifetun fil ard. Ata thanë: a do të vësh në atë në tokë pra një krijesë që bën shregullime dhe që derë gjaqe, e ne të madhërojmë ty me lavdërimin tënd dhe plotësisht të adhurojmë. E Allah i Madhëshëm tha: unë di atë që ju nuk e dini. Kale inni a'lamu ma la ta'lamun. Besimtar dhe besimtare, të nderuar shikues, të ndeshikues, Khalifetun fil ard do të thot me këmbës. Zoti na ka lënë me këmbësinë në këtë botë, si njerëz që të kemi kujdes ndaj mjedisit, ndaj kafshëve, ndaj gjallësave, ndaj krijesave, ndaj njerëzve që na rrethojnë. Të dimi të themi shpesh faleminderit, mirë se erdhe, Zotit bekoft. Kur vjen musafiri, mirë se na erdhe, mirë se na prunë bereqetin e shtëpisë. Pse musafiri ta sjell bereqetin? Sikurse Ramazani që është musafir që vjen me plot bereqete. Ashtu dhe musafiri kur viziton shtëpinë tuaj për iftar, ai të ka sjellur bereqete. E tani mas iftarit pihet ndonjë çaj dhe bëhet ndonjë muhabet i shnosh pasi të falet akshami. Dhe pas asaj pauze shkohet në teravi dhe falen me familje besimtarët, falin teravit dhe e madhërojnë krijuesin me madhërinë që i takon. Pas një dite pune, sigurisht nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 4 ose 5 që është njeriu në punë, në aktivitet, qoftë në fabrikë ose në industri ose në IT ose kudo që punon. Pra, është një rutinë e ditës së përditshme, mirë po nuk do të më harru këtë jetë. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Përkujto kur Zoti tha: unë kam krijuni me këmbës mesin e juaj. Me këmbësi pra jemi ne njerëzit. Prandaj ne nëse sillemi mirë në këtë tokë, Allah na çon bereqete, na çon rahmete, na çon mirësi, na çon magfiret, na çon udhëzim. Ihdina siratal mustaqim ya Rabb. O zëna në rrugën e drejtë, o Zoti ynë i Madhërisëm. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Pra kur ju tha me lajkeve, përkujtoj pra atë rast na ndodhi kjo në Kur'an. Qalu taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Tha qysh o Allah ynë pe krijon një krijes një kreaturë që ka me bo zullum të, ka me dirë gjaqe, pra është fjala për njerëzit. Au nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pra, madhërimi i takon vetëm Allahut, e lavdërimi i takon Allahut, plotësisht e adhurojmë Allahut. Por Allahu tha me lajqeve: unë di atë që ju nuk e dini. Allahu Gjershanu i krijoi me lajket nga drita, që janë të pagabushme në urdhnat e Zotit. I krijoi xhinët, që janë të krijuar nga flaka, flitet nga flaka që është ngjyrë të kaltër, të cilat janë si krijesa janë shumë të shpejta, marrin forma të ndryshme, jetojnë më gjatë se njerëzit. Dhe krijoi dhe njerëzit po ashtu. Xhinët janë tjetër, njerëzit janë tjetër, se njerëzit janë kriju prej balte, nga toka. Prandaj edhe njeriu ushqehet nga toka, edhe në trupin e njeriu të është një mini minier ose një mikro minier e vogël, sepse
në trupin e njerit ka karbon, ka fosfat, ka minerale të caktuara, të cilat gjenden edhe në tokë. Pra kjo është shumë interesant për të diskutuar, sepse Allahu e la njeriu në tokë, po e la dhe me këmbës në tokë, që ai mos të derë gjaqe dhe mos të bëjë çrregullime në tokë. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mos shkatroni në tokë, sepse unë kam vënë rend, kam vënë rregull, kam vënë disiplinë, kam vënë pra drejtësi. Dhe Zoti pra të ka dhënë ty këtë amanet, këtë islam, komplet të ka dhënë ty, e ti komplet duhet këtë amanet ta çosh në vend. Ja ayyuhalladhina amanu ud'u fi silmi kafa. O ju të cilët keni besuar, hyni në islam plotësisht. Jo gjysma. Nuk ka gjysmë me këmbës, ka me këmbës i plot. Prandaj ti si me këmbës i Zotit ke ardhur këtë dunja me di që ka Allah, mi u lut atij, me bë punë të mira, me nderu fqiun e afërm dhe të largëm, kujshin e afërm dhe të largëm, me nderu farefisin, me nderu babenon, me nderu vetveten tonë, me bë punë të mira, ditën e natën mos munol të bë punë të mira, e kështu që pastaj ti pra rikthehesh në atë burimin bazik, končiz, që është burimi i të qenurit njeri me këmbës dhe besimtar. Kështu pra, ne do ta kuptojmë më mirë këtë ajet kuranor, që Allahu ta ka lënë një amanet shumë të madh këtë tokë, e ti këtë amanet nuk duhet ta përbuzësh, nuk duhet ta tradhtosh, nuk duhet ta nënçmosh, nuk duhet bëhesh prej atyre që bëjnë kufru nieme, që pra i neglizhojnë ose i nënçmojnë të mirat e Allahut, Allahu na ruaj. Por bëhu prej atyre që falenderojnë për të mirat që Allahu ju ka dhënë. Allahu të dha ty shumë të mira, andaj ti kënaqu me ato të mira, mirë po shpërndaj ato dhe tregoj njerëzve rreth atyre të mirave, sepse duke ju tregu njerëzve rreth atyre të mirave, ata do të elektrizohen sikur masat e gjëra dhe do të hyjnë në turmën e robërve të mirë, në turmën e krijesave të sjellshme, të edukuara, që kanë edeb, që kanë edukat, që e din çka është respekti ndaj më të moshumit, që e din çka është respekti ndaj hoxhës, ndaj mësuesit, ndaj edukatorit, ndaj fëmijët, ndaj triturit, ndaj të moshuarit e kështu me radhë. Pra, e din atë respektin e rendit, sepse padyshim që Allahu i ka lartësuar disa mbi disa, i ka ngritur disa mbi disa, edhe mas shumë të frikën që ja kanë Allahut, pra ja kanë dietarët, njerëz të ditur. Janë ata për cilët Zoti thot në Kur'an ulil albab, të zotët e mendjes. Ata janë pra të cilët analizojnë, mendojnë rreth krijimtarisë, rreth gjërave që Allahu i ka krijuar në shërbimin e njeriut, dhe ata i kallëzojnë masave për këto gjëra që ti vetë disojnë këto masa, për t'ju treguar rolin, peshën që ka me këmbësia. Dhe afrimi në me këmbësi, në burim, na bën neve si njerëz më të kompletuar, na bën më familjar, na bën më të dashur, na bën më adhetar, na bën të moralshëm, na bën të edukuar. Pra afrimi në khalifetun fil ard, me këmbës në tokën e Zotit, atëherë ti si me këmbës në tokën e Zotit, në tokën që Allah ka kriju, ty t'u kalon ky amanet, kjo governancë, kjo udhëheqësi t'u kalon ty si njeri, ti tash do të më matë mirë, mes me ba pa rregullsina në tokë, por me kon i disiplinum në trafik, në kolon, i disiplinum familje, i disiplinum shpe, i disiplinum kudo për rreth. E jo argjerushëm nervoz. Jo, përkundazi agjerimi do të me ta qetësu shpirtin, me kanë shumë i tashtun, me kanë shumë bujar. Kështu na mëson agjerimi. Agjerimi na mëson që të jemi më social, të jemi më të afrueshëm me njerëzit. Sa më shumë i duam njerëzit,
neve na don Allahu, sepse njerëzit janë krijesat e Allahut. Mi po sa më shumë i duam krijesat, normal që ne dom edhe vetveten tonë, për shkak se ne jemi krijesat e Zotit. Khalaqal insan, pra Allahu krijoi njeriu, allamahul bayan, ja mundsoi të bëj anën, cila ona është shtrenjtë edhe ona e drejtë, edhe të shkosh në anën e drejtë, ta vazhdosh këtë mision, ta vazhdosh këtë mision të bekuar dhe të udhëtosh pra i sigurt në anijen tënde, që simbolizon pra anijen e Nuhit a.s. e cila ishte anija shpëtimit të botës, shpëtimit nga e pavërteta, duke u futur në anijen e të vërtetës. Selamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju. Dhe atëherë shihemi takimin e radhës.